Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me një ndjesi të fortë, qëndrueshmëri dhe nevoje për kontroll me kartën Spiranca. Spiranca tregon se jeni të lidhur fort me një situatë, me një qëllim apo me një gjendje që kërkon durim dhe përkushtim. Ka diçka që ju nuk dëshironi ta lini lehtë, qoftë nga përgjegjësia, qoftë nga siguria që ju jep. Kjo thellohet me kartën Pema. Pema sjell fokus te rrënjët, te koha dhe zhvillimi I ngadalt. Ju mund të ndjeni se kjo situatë ka histori, ka thellësi dhe nuk mund të zgjidhet shpejt. Është diçka që është rritur me kohë dhe kërkon po aq kohë për të kuptuar apo transformuar. Por kjo qetësi e jashtme fillon të turbullohet me kartën Ret. Paqartësia hyn në lojë, mendime të paqarta, dyshime, ndjenja që ndryshojnë. Ju mund të ndiheni të hutuar, sikur nuk e shihni dot qartë drejtimin. Diçka që dikur ishte e sigurt, tani duket më e mjegullt. Kjo mjegull çon në një tërheqje me kartën Kulla. Dhe ju mund të distancoheni, të mbylleni në vetvete ose të krijoni kufi më të fortë. Kjo mund të jetë edhe një rikthim në një model të vjetër mbrojtjeje, një mënyrë për të ruajtur kontrollin kur gjërat bëhen të paqarta. Mund të ndjeni se është më e lehtë të qëndroni të veçuar sesa të përballeni emocionalisht. Në këtë gjendje të tërhequr shfaqet karta Libri dhe Libri nënkupton diçka të fshehur, diçka e pathënë, diçka e paqartë plotësisht. Ju mund të kuptoni se nuk I dini të gjitha ose se dikush nuk po tregon gjithçka. Mund të jetë edhe një proces I brendshëm. Për shembull, zbulime që ende nuk janë gati të dalin në sipërfaqe. Kjo ju çon drejt një momenti vendimtar me kartën Kryqëzim. Me kartën Kryqëzim nënkuptohet se duhet bërë një zgjedhje, e cila është e pashmangshme. Nuk mund të qëndroni më në këtë gjendje pezull mes paqartësisë dhe distancës. Ju duhet të vendosni, të qëndroni apo të ndryshoni drejtim. Por përpara se të mbyllet java, vjen një shpërthim I nevojshëm me kartën Fshesa. Dhe fshesa nënkupton diskutime, sqarime, ndoshta edhe tensione që dalin në sipërfaqe. Ju mund të ndiheni të shtyrë të flisni hapur, të nxirrni jashtë atë që ju ka rënduar, edhe nëse kjo sjell përplasje, është një pastrim I domosdoshëm. Në Prism Oracle kemi zemërim. Ky zemërimi. Kjo javë mban brenda një emocion të fortë, që është zemërimi, por ky nuk është thjesht negativ, është një sinjal. Zemërimi tregon se një kufi është shkelur, një e vërtet është shtypur, ose një situatë nuk mund të tolerohet më. Java ju thërret ta kuptoni këtë emocion, jo ta shtypni, sepse pikërisht aty fshihet e vërteta që duhet të shprehet. Duket se ju filloni nga një situatë e qëndrueshme dhe e thellë, por përballeni me paqartësi dhe tërheqje. Një e vërtetë e fshehur dhe një zgjedhje e rëndësishme ju çojnë drejt një shpërthimi që pastron gjithçka. Në këtë proces, zemërimi bëhet udhëzues, jo për të shkatruar, por për të vendosur kufi dhe për të sjellë qartësi. Paçim.